Hatixha, pozita që ajo kishte tek Allahu. Më 10 Ramazan. 3 vite para se profeti alayhi salam të bënte hijret, i vdes bashkëshortja e tij, Hatixha bintu Huwailidin radiallahu anha. Vdekja e Hatixhes radiallahu anha shkaktoi mërzi dhe pikëllim në zemrën e profetit alayhi salam, sepse ajo e kishte mbështetur dhe përkrahur atë moralisht, shpirtërisht dhe fizikisht. Ajo që ja shtoi më tepër mërzin profetit alayhi salam ishte fakti se ajo ndërroi jetën në të njëjtin vit që ndërroi jetë edhe xhaxhai profetit alayhi salam Ebu Talibi, i cili edhe ai e kishte përkrahur atë duke mbrojtur nga lëndimet e Kurejshve. Po kush është Hatixha bintu Huwailid? Hatixha radiallahu anha ka lindur në Mekë. Baba i saj ishte një prijes shumë i përmendur në fisin e Kurejshve dhe një tregtar mjaft i suksesshëm. Kjo do të thotë se ajo është rritur në një familje të pasur. Kur erdhi koha për të martuar, ajo u martua me Ebu Hala Malik ibn Ebash. Mirë po nuk ishte e thënë që ata të jetonin së bashku, sepse Ebu Hala ndërroi jetë. Me të pati 2 fëmijë. Më vonë Hatixha radiallahu anha u martua me Atik ibn Aid. Mirë po ata të 2 kishin mosmarrveshje, derisa më në fund u divorcuan. Me Atikun, Hatixha pati 1 fëmijë. Më pas ajo vendosi që të merrej me rritjen e fëmijëve. Duke qenë se babai i saj kishte qenë tregtar, pas vdekjes së babait, që ishte vrarë në një betejë, ajo filloi të merrej me tregti dhe pasuria e saj sa vinte e shtohej. Biznesin e vet ajo ushtronte në zonën e Shamit dhe kishte shumë fitime. Mirë po që biznesi të ishte sa më fitimprurës, ajo punsonte njerëz punëtor dhe të ndershëm. Hatixha radiallahu anha kishte dëgjuar për sinqeritetin dhe sjelljen e mirë të profetit alayhi salam dhe si rjedhoi kërkoi prej tij që të drejtonte dhe menaxhonte karvanet e tregtisë së saj. Profeti alayhi salam e pranoi me kënaqësi kërkesën e saj dhe u nis për në Sham. Bashkëshoqëruesi i profetit ishte edhe Mejsere, shërbëtori i Hatixhes. Mejsere ngeli mjaft i mahnitur nga ky udhtim, i cili kur u kthye në Mekë i tregoi zonjës së tij Hatixhes se Muhamedi ishte njeri punëtor, i ndershëm dhe mbi të gjitha ai ishte profeti i shumë pritur. Këtë lajm ai e kishte mësuar gjatë rrugës kur ishte takuar me një prift i cili kur kishte parë se profeti alayhi salam ishte ulur në hijen e një peme, kishte thënë se në këtë pemë nuk ulet askush tjetër përveç atij njeriu që është profet. Hatixha radiallahu anha e dëgjoi me vëmendje Mejseren dhe i lindi ideja që të martohej me profetin alayhi salam dhe kështu ata të 2 u martuan. Burri me të cilin Hatixha radiallahu anha nuk ishte vetëm thjesht një njeri punëtor, besnik e i drejtë, por mbi të gjitha, ai ishte i dërguari i Allahut. Martesa ishte e begatë dhe ata patën 6 fëmijë, 2 djem, Kasimin dhe Abdullahun dhe 4 vajza, Zejnebja, Rukia, Umu Kulthumi dhe Fatimia. Roli Hatixhes radiallahu anha në momentet e shpalljes së revelatës hynore. Roli Hatixhes në momentet e para të shpalljes së revelatës hynore ka qenë mjaft vendimtar dhe shumë frymëzues për profetin alayhi salam. Pak muaj përpara se profetit alayhi salam t'i zbriste revelata hynore, profeti alayhi salam e kishte bërë zakon që të shkonte në shpellën Hira. Një ditë, teksa ai alayhi salam ishte në shpellë, i shfaqet për herë të parë engjëlli Xhibril dhe i shpall atij 5 ajetet e para të surës Alaq. I friksuar dhe i tronditur nga ajo që kishte ndodhur, profeti alayhi salam kthehet menjëherë në shtëpi dhe i thotë njerëzve të shtëpisë ta mbulojnë. Më vonë, pasi e kishte marrë disi veten, ai alayhi salam tha: "Nga ajo gjë që më ndodhi pata frikë." Në këto momente të vështira që profeti alayhi salam po kalonte, bashkëshortja që e njihte shumë mirë se kush ishte profeti alayhi salam i thotë: "Jo pasha Allahun. Allahu ty kurrë nuk do të turproj, sepse ti i viziton të afërmit, kujdesesh për të varfrit, kompenson të humburën, gjithmonë i ndihmon të tjerët dhe ndjek të drejtën." Më pas, ajo shkoi bashkë me profetin alayhi salam te Uereka ibn Eufel, një afërmi i saj, i cili ishte kënduesi i librave të mëparshëm. Nga biseda që Uereka zhvilloi me profetin alayhi salam, u mor vesh se krijesa që ishte shfaqur profetit alayhi salam në shpellë ishte engjëlli Xhibril dhe se Muhamedi ishte i dërguari i fundit për mbar njerëzimin. E shumë e vënd që këtu të ndalemi dhe të bëjmë një analizë të shkurtër të ngjarjeve. Profeti alayhi salam largohet her pas here nga shtëpia për të shkuar në shpellën Hira,
duke qëndruar vetëm dhe duke medituar rreth Krijuesit. Dhe kjo gjendje nuk zgjati 1 apo 2 ditë, por zgjati disa muaj. Padyshim që profeti alayhis salam nuk do të ishte larguar nga shtëpia nëse nuk do të gjente përkrahje nga Hatixha radiallahu anha. Në momentin që profeti alayhis salam i thot asaj se kishte frikë për çfarë kishte ndodhur, Hatixha do ta qetësonte atë duke i treguar se nuk kishte asnjë arsye se pse të kishte frikë. Momenti i tretë vendimtar ishte ai moment kur ajo e shpije profetin alayhis salam tek Wereka, çka tregon për kujdesin e madh të saj ndaj profetit alayhis salam, nga luksi në vështirësi ekonomike. Kështu pra Hatixha radiallahu anha ishte personi i parë që besoi në profecinë e Muhamedit alayhis salam. Ishte ajo që e përkrahu atë nga fillimi deri në fund të jetës së saj. Pasurinë e saj ajo tashmë e shpenzoi në rrugt të Allahut deri në kohën kur Kurejshët vendosën që të bojkotonin fisin e profetit alayhis salam, duke shkputur çdo marrëdhënie sociale dhe ekonomike me të. Padyshim që nga ky bojkot u ndikua edhe Hatixha radiallahu anha, por ajo ishte e vendosur që do ta mbështeste bashkëshortin e saj deri në fund të jetës së dhe ashtu bëri. Pozita dhe statusi i lartë i Hatixhes radiallahu anha. Ajo është gruaja më e mirë e këtij umeti. Profeti alayhis salam ka thënë: Meriemja, e bia e Imranit, ka qenë më e mira e grave të kohës së saj, kurse Hatixha është më e mira e grave të këtij populli. Sa ishte gjallë Hatixha radiallahu anha, profeti alayhis salam nuk u martua me një grua tjetër. Ai gjithmonë e përmendte Hatixhen dhe madje e ka nderuar atë edhe pas vdekjes së saj. Aisha radiallahu anha tregon: Nuk kam qenë xheloze ndaj asaj gruaje tjetër të pejgamberit alayhis salam, aq sa kam qenë ndaj Hatixhes, ndonse nuk e kisha parë atë. Por pejgamberi alayhis salam e përmendte atë shumë shpesh. Sa herë që therte dele, ai do ta priste atë pjesë dhe do t'u shpërndante shoqeve të Hatixhes. Kur i thoshte ndonjëherë, ti vlerëson Hatixhen në atë mënyrë, sikur të mos ketë grua tjetër në dynja veç saj, ai thoshte: Padyshim që Hatixha ka qenë kështu e ashtu dhe prej saj unë pata fëmijë. Allahu e përshëndeti Hatixhen me selam. Ebu Hurera radiallahu anhu tregon: Xhibrili shkoi tek pejgamberi alayhis salam dhe i thot: O i dërguari i Allahut, ja, kjo është Hatixha. Po të vjen me një enë me mish, kur të vi tek ti, përshëndet atë në emër të Zotit të saj dhe nga unë, si dhe përgëzoj atë me lajmin e mirë për një pallat prej xhavahirësh e perlash në xhenet, ku nuk do ketë as zhurmë dhe as lodhje dhe shqetësime.